sa prej nanave u aprishin harmonim qikave të veta, duke qenë ato nuse në shtëpi huja. Mo nanës thot, mos të shkelin. E ajo të tonë mos të shkelin, ajo e merr atje rolin e komandantit. E kur ta morën nusja rolin e komandantit, e prish shpirë. Atëherë nuk jetë ajo nusja, atëherë një nanë mas e drejtor, ajo veç kukull. Andaj ti e sheh plot për nuseve, nuk janë vetja. S'kan gjevap më njëherë. Takshiri thot çka do të thonë këtë takshiri? Mos e fut më njëherë. Jo thot, po nanë kam, po nanë ki, po se nana jote nuk e ka këtë burr. Ti e ke burr. Mos e fut më njëherë, se e prish punën. Mundohu burrin me trajtu burr. Edhe burri me trajtu gruajet vet. Gjithë, a di kur thirrë pada tjetër? Kur mrin s'ka. Po të diskutu talaki, po të diskutu prishje e familjes, atëre edhe ata me qëtësi, njëherë thirën ndarës, apo duke arrujt nana e qikës interesin burrit, edhe duke arrujt nana e burrit dhe baba i burrit interesin nusës vetë si arrujt qikës, apo? Pse ndodhin këtë problem, dhe zërë? A di pse? Sepse futën palë. Kur ka bo nusja akt me burrin, ati shkruan 1 vandri filani, 2 nusja filanja. Nuk ka shkujt në klapa edhe nana në i herë. Qëka nana në herë? Shka nana këtu? Janë ndi palë ati. Andaj, mos e fut palën e tretë. A di pse mos e fut? Në i thot, po nana e kam. Nana e ti të respektoje për nanë. Banja ismetin për nanë. Mos e fut. Shumë prej probleme. Vallaj, kjo nga praktika, tani nuk kemi për me, ka du detale qumta. Shumë prej problemeve. Zbulohen. Thot për nana e më tha. Problem, bure gruje ka nërë, hoqo, dojnë mu da, me 3 fëmijë. Që pse mu da, dhe? Kur e këshirë, mas pari probleme a kote kote. Ka problem, këtu probleme kemi problem zinaja. Ata zupër atë zina. Kjo punë rana. Apo,